Po kjo është ujë sherus. Kjo është për lëkurë, është shumë sherus, edhe për pije, për luks. Për fëmijë, lija e ujë që jam gjetë fëmijëve, i lonë 3-4 herë me qëta ujë, ja hje këtu mëse posë kur. Ata njerëz që e kam përdor, po thojnë që edhe për gure, për vesh, për në bon hajë. E kanë vërtetu që unë shumë i mirë për lukë. So ku vini edhe merrni ujë? Vallaj, ma shumë se 3 vjet i ku. Kjo mu habit me dol ujë i nxehtë prej kësaj kodre, ke vizutë që ka kriju. Gjendja e këtij ujit ka qenë sikur që gylloqi që tu. Që se ja kon këtu, krejt. Ky ujë i Bajicës është shërus. Shërus, ujë shërus. Qëri me bidona. Ta këtu mazlit e mushët tu. Se dilëv gati që s'un vjen reng tu. Në të shtune dile, kanë ndodhën, kanë pritën të 12 natë. Përshëndetje nderuar, si je? Ç'është jetu kalu? Shumë mirë. Na sot ardhëm me vizitu Bajicën, edhe apo më tregon ti prej cilit vend vjen më Unë vi për një fshati së në kështë, diku një konja 5-6 kilometrë, 20 mund në posë. Është me cilin komunë? Me Drenas. Me Drenas, dhe më thë prej Drenosit vini këtu me... Vim po tash edhe për ujë edhe po lënallu, shtë të pim kaj kafe, po bon lapa. Me familje, me... Qashtë. Shumë mirë, po vjen shumë mirë, po apo më tregon tash ti, se, që so ku vini edhe merrni ujë? Vallaj, ma shumë se 3 vjet i ku. Në më thonë që 3 vjet. E ku ke dëgju në ashta për jetë? Po që shtu mas njeri edhe e këna vërtetu që unë shumë i mirë për lukë. Apo më tregon qyshe keni vërtetu? Qka ju ka bo dhe më thonë ky ujë që me ditë që është ka që... Unë jam pak nervëz, kështu i linë ndë në qashtu. Me njëhen rruglufi, që shkon me njëhe shkollë për vitë më bjej gutë, trap tapu. Dhe për qëta. Do me thonë, ky ujë ndimon qatë shumë për lukë. Shumë, ky për fatë, me konë dikun gjeti ky vend e me ndërtu që është dëhet, s'ka kësi vend i kërku hiqës. Po, do me thonë edhe qa për më pëqen ma shumë të është banur të kësoj zune e përduri në si pishin. Më tregun edhe që nështë, a kini orë në herë vikendeve dhe s'kini pos s'kini pos Jena orë vikendeve edhe në këfy thosë ke posë shansë me pritim i mushtë të konta. A, do me thonë kini orë... Qashtë, po. Në dilëv si dëmës, këtu dilëv bohët... Vinë shumë njerë, shumë vinë. Unë e kom zatet që tu, Gelan, Ferizaj, të Mitrovisës para seheri. Mitrovisës shtu. Edhe ata e kanë vërtetu edhe për shtajnarë. Unë tregun që edhe prej Medvegjës, Bujanocit e gjitha veneve nështë e kanë dëgju këtë ujë, po qa për ju shqetësen juve mas shumë të nështë si përfitus nështë ati ujë, që fakti që nuk po investon. Qatë ju problemi. Qatë ju, se unë kjo mu habit me dol ujë i nxehtë prej kësaj kodre, unë ke vizutë që ka kriju. Edhe shumë interesant se gjatë sinës dimrit, kur temperaturat jënë kejtë tolta, do me thonë atje del ujë i nxehtë. Ta është verës, shkume dhe provum, ujë i ke okull, i ftatë. Ishë naldi ka ishtë të shku atë nxehtë. Se une kure ku vërtetu ma spori, kes gjithi ka mu shkonta se unë marak pak mi shpërlao, mi kushka ta djun. Hash, ama më së shteti dur në ujtë, kur të shë ujtë nxehtë, më bërë, a jem men, ujtë nxehtë fill. Kjo është... Kine orë dimrit, a? Dime, ftëftish, në zdesha me lënë këto mu aty ma vitë. Po, kure këshyra ujtë nxehtë. O shumë interesant edhe për krejtu asë nuk janë bëhu ljumtime, a diqka Ja, qërë. Oj, si ka mirë, o pasha zotën, s'ka të të nga kërgjon, që po do këtë të kënë kryhe, shupunar. Jena demoralizu. Pse ka të shumë demoralizim po shë edhe ka të shumë nështë pak natësi të qytetarë, të ne bisedova dhe me një banor tjetër të fshatit Bajicë dhe im tha që unë zdalë tha mo me vëtë. Asun e zdalë, asun e zdalë. Dili herë, ta në hyty moj garë me nevre, pa ta në bo qash hasëm sa me ko, njëna parti shki, një unë është sitarë. Qash të në ty bo? Ata se në ty më nuk për neve. Për qamje, po.
Qa mendon ti për këtë pjesën që na është fshatrat e Kosovës po praktikisen në Moskë? Po. Dhe unë e di që ju e keni përjetu luftën edhe juve ju lëndon edhe ju shqetëson shumë a shumë se nështë atyre që se kanë përjetu. Qërë unë i kam 2 djemë. A e keni mesazh për ata që nështë synojnë mërgimin edhe sikur një njeri që ka përjetu luftën? Unë qikën e kam Gjermani, jem po 2 herë. Vitin e ri që u shkujmë, atje e kom pritë. Po, ma mirë se këtu nuk besej bërkun që ka. Po, qysh këtu hajtë. Kur mas pari në kryat e zëti shpis keq, e na shka presim. Kush mendon që është fajturi? Pa e vallahi, Apo një individ caktuar nga krejt partit politike? pasha zotën krejt parti. Krejt kam faja. Krejt parti. Se na shqiptarën përgjësi aj njeri që shkon në nalë, na nuk menojmë me hota qaj edhe ma nalë, po të trusit e poshtë dhe të zhduhin krejt. Vjosa na njofti me krejt botën, edhe mas më rob me pet e keqe, shkojnë bështu. Me krejt botën. Po që? Inderum ke shumë dire dhe knatësi me diskutu me ty edhe fakti që na tregove edhe ti nështë eksperiencën tonë dhe me këtë uj edhe po a është e vërtit që edhe i shërën edhe sëmundjet e lëkurës? Edhe aty po. Edhe sëmundjet e lëkurës Une- i shërën? Ato s'pëtës nuk e cilë. Edhe gjithë ata që kanë dëshirë do me thonë me ardhë këtu më shotin bajit se keni këtu ujin që burën pikrisht prej bjeshkës dhe me të shumë. Një mesazh ke i të fundit për duke i teje, Vallahi, ata që shikojnë. veç me ko mu interesu këtu me rrugullu pak ma mirë. Dhe musha i konë 2-3 herë dule e ceva, minzje musha, së është ke interesant. Së interesant ke, ja. Nështë e kërkojmë edhe pak prej institucioneve të komunës, me Se- investu pak se nuk duhen shumë pore. Se e komuna ju nështë dhe më lëndre nosi, po kjo lypjarit ku me nusju pak ma e fort, pak ma e... Po që as pe asoj dhe me posë kur gjonë që ka. Inshallah vjen dita se është pak e lodhshme dhe dhimbshme nështë që banorët e këtij fshati vullnetarisht e rregullojnë, e pastrojnë, i ndreqin cevat, ndërkohë që institucionet nuk bojnë kurrë për këtë pasuri. Ja, s'bojnë, nuk bojnë. Burimi i ujit këtë mbajt. Apo më tregon çysh është historia e këtij uji. Unë po shoh që edhe banorët këtu po e përdor kanë pak edhe si pishin. Përkundër faktit që nuk pas kanë ashta shumë hapësirë. Qysh është zanafilla? Qysh është bë ky uji? Kë Kuran ky uji? burimin që tash e shohëm na, që ku e tupi aty te gurja, për sheh. Ngri, që aty del burimi. E kjo është pesi ja kriju bota, ky ujë që tu, se mban me kërkosh. Kur a kriju bota, a dal ky ujë. Ti vetë the që je banori këtij fshati. I qëtij Apo më fshati. tregon kur keni qenë të vegjël, a jeni lop këtu, a qysh kanë qenë ato? Imi Qysh lop, ka qenë gjendja e këtij? gjendja e këtij ujit ka qenë sukur që ky lloçi që tu. Okej, kështu të më thonë. Që se ja kon këtu, krejt. Këtu kafshët kanë kullot. Po, mas luftës, i mund një iniciativë këtu një djalë i ri, organizoj fshatin, do të hullaj të bum krejt fshati, me ble materialin, e bletum, punën e kam bën rinia krejt, pa pagesë pa kur gjë. A do me thonë kjo që apo e shumë tash është bo prej fshatit, Pi fshati, krejt pi fshatarëve. Me financim, me punë, me krejt vetë pi fshatarëve. Tu s'ka ndihmu. S'ka ndihmu Hiç kërkush. As komuna, as kërkush, hiç kërkush. Po, qysh e moni men është atë kote ma hershme, kur u lojshë që shtë u lojshë konkret, po a u lojshë dhe me thonë? Qashtu janë la. Okej. Qashtu janë la, po kjo është ujë sherus. Ujë shëru. Ujë sherus. Kjo është për lëkur, është shumë sherus, edhe për pije, për luks. Apo më tregon ujë shërus, pse shërus? Se une e di që ka vizitor edhe prej Medvegjës, Bujanovcit e krejt vendeve, Macedonisë, në tregut, vinë, do me thonë enkas për këtë. Enkas prej qitu e vinë. Çfarë probleme i shërën kë? Përveç nashta që përdoret për pije, se kë përdoret edhe për pija, po. Po edhe për pije. Po, për smundjet e lëkurës qa shërën kë? Shkën, kreti shërën, shka ka puqra, i fatat, puqrat, që i thojnë pleqt edhe për thmije, lija e ujë që janë gjetë thmive, i lanë 3-4 herë me qëta ujë, ja hjek të mëse pas kërë. Do me thonë e hek edhe lije
lijen e ujtë e hjek nuk i më njëherë. Tjera probleme që nashta keni dëgju që ka shëru? Ja, veç për që të dyja është, për lëkurë dhe për lukë. Do më thonë problematikat e lëkurës si shërën? I shërën kjo fort. Edhe për lukë. Edhe për lukë. Kam dëgju, do më thonë edhe si pas njerëzve të tjerë, që edhe këtu gurët në veshke, këtu i ndiman, qka dini ju si banor? Ata njerëz që e kam përdor, po thojnë që edhe për gurë, për vesh, për në bon hajrë. E na fshati që rëdim na, vetëm për lëkurë dhe për lukë. Qëto dyja. Edhe për lëkurë dhe për lukë. Për lukë, këto gjithë i ka shërë. Edhe, po, qka t'ka po për shtypin ashtë ta mas shumë, ti kur ke po njerës prej cilit vend që banor të prej cilit vend kanë po për shtypin mas shumë. Se nuk po flasë për Malishi, Jo, këtu për këto fshatrat shkajem për rrëth këto fshatrat nuk o qaqë. Po më le për shtypjet mirë që për krejt Macedonisë, për Medvegjes, për Ulqinit, Strugë, për Strugës Ohridi, kuan në Macedoni. Krejt, nuk ka kur vend që nuk vinë këtu. Që që bën mundje juve si banor? Për shkak se po i shojmë edhe disa biznese në ashtu, do me thonë kanë lullzu edhe disa restaurante, disa kështu. Po kanë lullzu restoranat, kur ja kemi nisë me punu qëtu. Qëtu ja ka nisë me punu, aja ka nisë me punu restoranin. Edhe ja ka pohojnë që restorani këtu, që qetëri aty me herë, 2 restorana, njën në skajtë fshatit atje, 3 restorana. Do me thonë këtu fshatin Bajic janë rreth 3 restorana. 3 restorana janë. Edhe po më mirë që nashta një fshat që realisht është pak sa largë nashta prej banesave kështu pe thonë, është natyrë krejt edhe prap ja shojnë hojrin edhe bizneset. Ja kanë po edhe bizneset, se kur punon fshati, ja shë hojrin edhe tjetër kush. Se jo vetëm një person. Pa diskutim, normal vine, shojnë të bukuri edhe mu këmë për shtypje shumë edhe krejt do me thonë ky vend. Ky vend, kur gjë nuk ka gjelbrim, natyra mirë, gjelbrim, ajri i pastër, gjithat janë. Ujë shërus, restoranat po, merë ujë këtu, shko pije i kohë në restoran, 10 metra. Besoj që nashta dhe pa e pini kohë, pikon me një restaurant. Kur bëndë puna mirë, shkojnë të në punë marë. Okej, tash ti pendolim pa kamerën edhe po shkojmë atje me na tregu pak ujë nxehtë dhe ujë shtë. Po. Bon. Apo më tregon për këtë ujin këtu? Qysh është historia ati? Më treguve që dimrit është i ftohtë, i ngrohtë. Verës është i ftohtë. Po tash është i ftohtë ky uji, edhe është verë. Verë, dimrit është i ngrohtë. E që shko mundësi kja, kona i shpjegim në ashtë Pi s'ka se din kërkush. është problemi këtu është që kur ta zbrazëm ata. Kur zbrazët krejt, për më pasru, këtu nuk qetu heq. Krejt nalët u, s'ka si pik. Kur vjen i veli sajna, kur të rritet, janë njës me qikë këtu. Atë gjërë 2 metra dalem. Do me thonë kë direkt për i bjeshke? Direkt për i bjeshke për i gurë. Që shtiret kë bjeshka konej? Jo, s'ka, veç. Jo, do me thonë po pash për i bjeshke? Bjeshka e bajnicës. Edhe nuk shtiret asë Ja, kur ras nuk shtiret, as nuk e shton, as nuk e mungon. Po për shkak se shtypja nuk është edhe vogël, po duket këgja shtypja. Jo, po. Edhe dimër verë me kone t'il është... E njëjta. As nuk shtohet, as nuk mungon as i tro. Që shton krejt jetën. Shumë interesant. Interesant to. Edhe këtë do me thonë përdoret edhe për pija. Po edhe për pija. Përveç që e përdorin këtu banorët edhe me ujloje, me me loje, po që... E përdorin edhe për që për pije, ku metën që tash vinë mas dite këtu me mush uj, tu së ndel pi poplit. Vinë shumë njerë. Va. Hajde shkujna pak edhe ta e pjesa tjetër. Hajde. Në më thonë më përvjet që di se pas ka shumë njerës, sidomos që shumë ta t'ju mas dite vinë halo ma shumë, edhe... Shqyri me shisha, me bidona. Ta këtu mas dite mushët tu. Se dilëv gati që s'un vjen reng tu.
Do me thonë presin njerëz Presin njerëz. në rend këtu, Në të shtune, dile, weekend. ka ndodhën, kanë pritën të 12 njëtë natës këtu. Me mu- 12 një natës kanë Po, prit për me se këtu është shumë ka njerëz. Për shkak se që thatë edhe jo, ky ujë i Bajicës është shërus. Shërus, ujë shërus, Edhe ka... edhe për pije. A ka pos naj test, a naj diçka që dikush ka bon... Kanë bon test, kanë bon teste, po të s'kanë bon teste. E para luftës kanë bon teste një norë për Beogradit. Prej Beogradit. Ata kanë bon teste, po s'na kanë të reguar kur për gjë. E kanë mojtë, E kanë e kanë mojmë shumë sheft, pak e kanë mojmë sheft. Po po vjetë që di se një vend ka që bukur edhe ka që do me thonë që shpa e thënë edhe ju banorët edhe ata që përdorin të tuj është tuj shërus, është tuj shumë i mirë edhe për pije, edhe për Gjitha, probleme, edhe për lëkur, po edhe për probleme të për gjitha. Po edhe të njëjtën kohë e përdorin do me thonë si pishin, me u fresku edhe Po, mu fresku. Qashtë i sot mëzejet ku edhe pak, këtu asë nuk mund me hi këtu, Qatë shumë njerëz. njerëz. Edhe që amboni për shtypjen të regu që ky edhe pastruhet. Po pastruhet kjo. Derdhet, këtë derdhet ky rezervuar këtu, edhe ky derdhet, deri në fund pastruhet, edhe e mshelu mbohet atë pishina, edhe vazhdojnë. Kush e bën këto? Fshati. Rinia. Rinia ka bën këtë. Pasti për Ja, heq. Edhe plus kur ta zbrazin, edhe murin e ngjyrosin. Çdo vit e ngjyrosin. Domethënë edhe ato e rregullojnë. Po, kretë rregullojnë rinia. E ky ujë domethënë tash gjatë stinës së verës nuk është i ngratë. Jo, Jo, Nuk ka domethënë ngratë. është krejt shumë interesante. Interesante. Shkak se unë kam marrë një herë gjatë periudhës stimit ka qenë, dhe nuk e di ai uji atje po ka qenë domethënë i ngratë. Ndër temperaturave. edhe ky ngrohet, po jo sukaraj. E kur thosh temperatura e ulët, atje mund më lasë kur me vogë shpëret. Qa që është. Agja Abdullah, apo më tregojnë edhe një mesazh shkript fundit, nështë me i tregu atyre që se din ekzistencën e Bajicës edhe saktësisht i ujit që bëron prej këtu edhe që vinë njerëz prej gjitha ondëve për me konsumu nështë, me mush biduna dhe me përdor për pije, po edhe një njëjtën kohë për problemet lëkurës. Ata që se din, qa i kështë të? Ata që nuk e din, vinë këtu edhe johëm këshilla. Se ata pysin, për shkak ky ujë, s'kemi ndëgju kur për Bajicë, e tani johëm këshilla. Dikuj, tani ata e quajnë manena, e tani e përhapin këtë varë. E për që ata i ka dalë zoni edhe Bajicës. Se shumë njerëz po thojnë, qysh se kemi ditë ku më Bajica. Der ky fshati. Dhe tash ti po. Tash e di ka dhe restorante këtu që njerëzit edhe munden me ardhë me familje. Restorante me familje, vinë me familje, restorante, morrin ujë, lahen këtu, pinë kafe, hanë bukë, ushqim ka, në 2 restorante ka ushqim. Po nashta kishëm ndoshtë edhe me i dërgu thirrje pak edhe institucioneve, në këtë rast komunës Shqipjanit, që me bo diçka dhe pse ju nështë me zgjeru vendin këtu, edhe mos me jalon veç banorëve, vullnetarisht me u përkujdes dhe me thonë për pastërtinë e ujit edhe për gjitha. Po, se na jemi të kënaqur me kryetarin e komunës, ka punu, ka punuar, po me komë në ndihmua pak edhe pak, me mundësi. Po për shkak se bëhet një vend do me thonë turistik goxha i fuqishëm. E fuqishëm. Vend që ja shihni hajrin edhe jo, po edhe komuna Gjithë ja shohin. Gjithë ja shohin. shohin. Për shkak se komuna Lipjani po ja sheh hajrin ashtu çdo për shkak se edhe tash hala ka qenë standardet më të mira, nështë prap vinë edhe vizitojnë. Vinë. Po na me kryetarin jemi të kënaqur. Ka punuar, edhe do të punon. Edhe të punon hala, po tash nuk mund ai me punu në gjitha fshatat njëjta. Po kështu. Për momentin që po nështë vende prej ku mundet me punu pak në shumë si për Bajica, Po se ju më tash dëshira jonë ato me fuqinë tuaj me bon qito. E më pas ndihmu edhe komuna pak, ish bon dhe ma mirë. Edhe një mesazh për fundit ti si një mërgjimtar, që ke jetu dhe më thonë aqë shumë vite në mërgjim, a i kështë thonë tive me lonë vendin edhe me shëtënjit ma mirë, a i kështë thonë me qëtë. Jo, kur. Une... A ka ma mirë
atje? Këto ma mirë. Se me ka ma mirë atje, unë nuk isha këthy këtu hiq. Po mërgjimtarve, unë ju kisha bon apel, me pas një punë këtu, Ajni lodh, ajni mirë. me pas një punë këtu, me punu këtu, ma mirë me punu qëtu për 1.000 euro, se për 4.000 në Gjermani. Se dhe na nuk jem fort keq, po kemi mujtë me ka dhe ma mirë. Se po thu, çfarë dallimi po shet ti? Dallim, Atje. dallimi është e para për ka njerëzit. Njerëz më të kulturun, Atje. atje. E dyta për ka mbeturinat, këtu pak për në mundon ambienti, me mbeturina. Edhe kemi mujtë me jetu edhe ma mirë, mu pas interesu edhe shteti pak ma shumë për neve. Po shteti, fort për popull nuk kanë ty interesue. Jo. Po thu s'po shet ndryshime heq, Jo. këtë pushtetar që po ndrohet, s'po shet heq diçka të mirë. Nuk kem kur gjë të mirë, ndryshim të madh nuk ka. E para pikë, ju përshihni edhe burimin këtu. Po. Një burim, qëtu, i qetëri burim është në skajnë e fshatit. Do më thot 2 burime. 2 burime kem, e fshati banjës, ujësjes nuk kem. 2 burime, qëre so burimi, ujësjes nuk kena. Këtë jo problemi. Më pas interesu pak shteti për neve. Po, do më thonë ky vend që vinë marrin ujë prej gjitha onëve. Gjitha unë të Kosovës. Gjitha onëve edhe prap nuk bëhet kur gjë. Hiq kur gjë, ku fanë. A ka pas premtime tash kanë edhe zgjedhje? Po, po. Dikush me Po, premtime, kem para zgjedhjeve, kem premtime, ne premtojnë gjitha senet. Po. Po mas zgjedhjev, tani po shuin, po heshtin krejt. S'po bojnë kur gjë. Ja, që të vesh ka kemi mujt, fshatin me bon vetë. E pse po mendon Axha Abdullah që nuk po i bojnë as premtimet politikanë, veç s'po po vinë pushtet pe kryjnë është qatë mandat edhe prapë s'po gjendet asnjë zgjidhje. Po i pekryn mandatin, po ngopën pare, Po. e tani për kohë për dio fort. Po edhe këtu, kem dallim, shumë kem për komunës, për kryetarit. Do për para s'kan bon kur gjë. E kjo kryetari që e kem qitashti, kjo nuk është i mirë është. Tash është kryetari Imre Ahmeti. Imre Ahmeti. Ky a punon? Po, punon. Ma shumë se që ky gati s'ka punu asja. Kjo shumë Është punëtor. është punëtor, a interesu ma fort kjo. Axha Abdullah, ti ke tu 3 dekada për 4 dekada, do me thonë një jashtë Kosovë. Po. Më tregove për jetën atje, po tashti është pak e dhemshme mu po mbje mirë që të pak të mbajince nuk e kam braktisë nështë njerëzit, edhe rinia kryesisht, po Kosovën e kam braktisë rinia. Në përgjithësi, Kosovën e kam braktisën. Që të bën me unë djekja, dhe pse po mendon që po braktiset Kosova? Po braktiset puna e jetesës. Se veç me Kosovë s'unë pa arrit kur gjë. Me 500 euro s'unë arrit kur gjë, vetëm për një egzistencë me mojtë familjen. Dishka me përparue, me ndërtua, me rrugë Kosovës, s'unë bën kur gjë. E që ta rinia po dalin jashtë. Po, me një onë, nuk ka mirë, me një onë në tjetër mirë. Se me si shkomu me dalë jashtë, që këtë ndërtim nuk ishë. Po thu që pa mërgjimtarët edhe pa ata që shkujnë, do me thonë jashtë, nuk bon asë? Jo, nuk bon asë ndërtim, s'kemi mujtë me bon. Tashti, Axha Abdullah mund ka ro me taku shumë njerëz, që të edhe mërgjimtarë dhe njerëz, do me thonë që jetojnë që janë taman vendasë dhe banorë të Kosovës, disa thonë që ka pare atje, disa thonë që s'ka pare. Qysh është realiteti prej një mërgjimtari prej perspektive? Realiteti është, ai që do me punu ka pare. Ai që nuk kom punëtor, jo në Gjermani, në Austri, po dhe në Amerikë në qu, ai nuk ndryshon. E punëtori në zerë, paren ku s'kan. Dohet me punue. Po është e vërtet që për shembull në mërgjem, mesin 1.000 euro të patë. Diku jasë 1.000 nuk i jesin. E diku jesin edhe 5.000. Po, nuk e morën vetëm një vend punës. I mërën 2 vende punës, 3 vende në ditë. E që aty të buhen pare. Se me një vend punës nuk i jesin, asë 1.000 euro nuk i jesin. Do me thonë kush punën këtu, punën edhe atje. Kush punën atje i mbesin. Te ai që punon këtu, quhe ku dush. Ai që s'punon këtu,
që ku dush s'në ka me përparue. E këto është dallimi i njerëzve. Po. Ti vetë a ke qenë me fëmijat? Jo, pa fëmijë. Pa fëmijë. Pa fëmijë. Po. Fëmijët a kanë pas ndonjëherë plane, a ki djem? Po e kam. Një djalë. 3. 3 djem. Tre Ma djem. kanë pas ata plane ndonjëherë me jetu jashtë? Jo kur. Asnjëherë. As djem s'kam pas plane, as s'u ku marr kur. Në shëtitje po, për me jetu jo. As bashkëshortja sa kom për me jetu jashtë kur. Ta matë kënaqur janë që janë me jetën në vend lindje. Edhe nuk jam pishmon kur gjë. Si pishman t'ja ke vendosur më këtë plotësisht ashtu me jetu të mirë? Plotësisht. Aja ke po hojrin hiç për ty? Bad. Ja kom po hajrin. Jo ma mirë nuk ka qysh. Unë jam shumë i lumtur. Shumë i lumtur jam. E kom qu jetën në mërgim, po e di për shka në shkuar. Nuk jam pishmon kur gjë. Si e pishman do Asi- të thotë që As qenë i trua. Ja kom po hajrin, i kom arrit do planet mija shka i kom pas, familjen i kom lënë, familjen i kom të shtëpia, unë jam shumë i kënaqur. Po më vjen mirë që është mirë kanë herë me tregu që nuk i ka dhe anë të këqia në është a jeta atje. I ka dhe ato anë të mira, që njeri pak e bën një shtëpi, bën një kerr, një diçka më shumë. Axha Abdullah, ti a ke pohojrin për çfarë aspekti? Për shembull, çka ke bë me punën tonë në mërgje? Me punën teme, e para pikë që na mas luftës kemi pas asgjë. Jena ka djegën krejt. Unë me qatë gërbes, ku më arritën gjithat. Me ndërtesa, me familjen i kom mirë, fëmijën i kom shkollue, nuk janë varën për krekuna, unë në penzion, dhe kemi jetën shumë mirë. Unë jam i lumtur. Po e përkron është atë mentalitetin që një ri do gjithçysh me dalë edhe me jetu në mërgje. Jo, Se përkron? nuk e përkrahi. Se? Nuk e përkrahi se kem shpresa që do të nëreqet do të na herë. E do të jenë rinia në vend vetin. Do janë vend vetin. Në vend edhe. vetin çdo joni. E ke fundit të na luftu në është me gëzu këtë gjiri që sot e kem, po prap nuk po ja dim vlerën mjaftueshëm, a Me ja ditë vlerën nuk jem të ja ditë, po vlerën du të me ja ditë pe kryesisat jenë alës. Se tash di me hinë bised luftëtarët e tonë, dëshmorët e tonë, i kam prunë shta njerëz në qeveri. Se pa që ta dëshmorë, qeveri s'ke pas. Po këta i kam prunë. E këta me atë punë nuk kënë t'ju morë fort ashti. I kanë qita unë është kanë leo. e kanë harru në E kanë harruë. E kanë harruë. Inderum, qa po mendon për shkak se mund vjen një kur kam rastin me diskutu nështë me njerëz gjitha vendeve të Kosovës edhe me po mendimin e tyre për zgjedhjet kaq shpeshta që po bëhen në Kosovë. Nuk e dia ka vend botës që do me thonë bëhen zgjedhje ma shpesh se të na në Kosovë. Ti qa mendon për këtë pjesë? A e dojnë zgjedhje? A mendon që ka pas ndryshim ose diçka? Unë në zgjedhje mendoj për krahasojën e perëndimin me neve. Në Gjermani 90 milion banor kanë zgjedhjet. Për 4 ditë i kanë numëru votat, për 4 orë kanë formuar qeverinë. E të na, çdo vit në zgjedhje, Edhe më nuk do të dalë në zgjedhje. Tetum shlyhet që kjo. Se s'ka ku e shkruan më këtë vinë, s'ka ku me bo më. Nuk bëhet kjo për ditë çdo vit. Jeni lot. Ja. Edhe s'keni fajt e Edhe jo veç unë, po të gjithë e kanë qitë mendim, janë lodhen. Ja përshet, realisht është shumë e lodhshme. është e lodhshme kjo, populli E zgjidhjes po po. populli janë lodh, ne ka më bon njëherë një zgjidhje për gjithmonë. Ose dhe shkojmë në vota në rregullore çdo 4 vjet ose 5. Kush mendon i nderuam që është fajtori te kjo pjesë? Pasi që hyn në kësaj teme, po kam dëshirë edhe me ditë kush është fajtori sipas teje. Që na është s'po bëhemi bashkë, nuk po jemi aftueshëm të fortë edhe të bashkuar, se shqiptarët duhet me konë bashkuar për me ja dalë. Edhe me Po duhet me konë bashkuar, po me konë këta mu pajtu në veti partit. Po çdo njëna ka bon i nautin veti. Këta nuk bëhna me kurtin, kurti pëthët veç u shtamone, e nuk shkon veç u shtamone. Lema mu kretarin, lema ato. Do të pak edhe kryt me Do të pak me ullë kryt,
e me gjetë një gjumë përbashkët. E me gjetë gjumën e përbashkët, edhe puna e shku ma mirë. Po problemu këtu me gjetë gjumën e përbashkët. Problema. Unë jem ty tullë që du të me shku zjedhe apet. Qashtu po flitet? Edhe qashtu. Edhe zjedhe apet edhe nuk besoj që prap kanë me konë rezultatet e njëjta dhe kaq. Une ku me ndu që dhe të heqë unë vetë, e me se pas diktaturën mi kry. Po më duket që përna vu një diktaturën mi kry, dikush tjetër në asë më pajtohën. Po thu që ka njëherë manirë është më këtëja jo diktatura? Veç e Serbisë jo. Jo e Serbisë? Veç e Serbisë jo. Për tjerat dhe të kthejet kur dojnë. E pëse është kjo vendimi që shqiptari merë vesh veç me pos dikën mi kry? A kem shembëll, kur zgjati për kryetar shtetit, su në zgjeshin partitë e tona. Te erdhë ambasadori Amerikan, jev gjujti zarfën të tavolinë. Ati fete jahjaga. A guzoti me lëvit kush ma. Që ato na e presëm. Me orë një i huj me të qitë letrën të tavolinë. Edhe mes me guzu me lëvrit.